Shkëndia filloi aventurën evropiane me fitore, poshtë skuadra Zimbru nga Moldavia. Nëse dita mirë shihet qysh në mëngjes, atëherë mund të presim edhe sukseset e tjera nga Shkëndia, si në aspekt të organizimit, në aspekt të trajtimit të mediave dhe udhëtimit të tifozëve për ndeshjen e parë evropiane për këtë sezon. Sa janë të mishruar futboldashësit tetovar me këtë skuadër të zemrës tregon interesimi i tyre për të ndjekur këtë ndeshje në Shkup. Edhe pse ndeshja fillonte në ora 18, atëherë kur fillonte edhe ndeshja e Zvicrës shqiptare kundër Argentinës, si duket futboldashësit tetovar kanë sakrifikuar ethet e botrorit për të ndjekur Shkëndinë në ndeshjen evropiane. Njerëz të profileve të ndryshme, personalitete publike e deri tek qytetarët e rëndomt ishin pjesë të kësaj ndeshje në Shkup për të dëshmuar se Shkëndia është mbi të gjitha dhe se sporti tetovar ka filluar të identifikohet në Evropë pikërisht me Shkëndinë. Për këtë ka qenë i vetëdijshëm edhe biznesmeni Lazim Destani, i cili në një postim në rrjetin social Facebook ka falendëruar tifozët për mbështetjen që japin në klubit tetovar. Miq të dashur, sot klubi i futbollit Shkëndia pati një fillim shumë të mirë në ndeshjen e parë kualifikuese të Ligës së Evropës. Skuadra na dhuroi një paraqitje të denjë me lojë të bukur e dinamike që e përmbylli me fitore solide. U tregua edhe një herë rezultati i punës së palodhshme të futbollistëve, stafit teknik dhe drejtuesve. Përveç lojës, Shkëndia si çdo herë u veçua edhe me tifozët e jashtëzakonshëm, të cilët me entuziazëm e përkrahen ekipin tonë të zemrës, çka na krenon të gjithëve. Për këtë fitore të bukur, urime të gjithë spektatorëve të pranishëm dhe gjithë atyre që e ndoqën lojën në transmetim të drejt për drejt. Urime ekipit e të gjithë stafit të Shkëndijës. Ju uroj shëndet e sukseset të tjera, Lazim Destani. Tifozët e Shkëndijës janë mjeshtër të vërtet të krijimit të atmosferës impozante nëpër stadiume. Edhe në këtë ndeshje ata dhanë provimin, kurse kënga legjendare Besa Bes jehoi mu në mes të Shkupit. Sido që tjetë, Shkëndia e filloi mbar aventurën evropiane, pa marrë parasysh rezultatin e kthimit. Një frym e re evropiane frymon në këtë klub dhe kjo na bën krenar. Na bën që të ndjejmë që së shpejti edhe kjo skuadër do të jetë pjesë e elitës së futbollit evropian.